Keni përcaktuar tashmë për ndonjë emër kryeministër nga shumica? Ne nuk jemi përcaktuar për emër të veçantë. Ju e dini që vetëvendosja është subjekt jo veç se i gjerë i madh, por është më i madhi në Kosovën e pas luftës dhe besoj që nuk është vështirësia aty. Vështirësia do t'jetë tek hapat që na presin në vjem dhe uroj për një garë sa më demokratike, të hapur dhe natyrisht sa më parë ta kalojmë edhe këtë sfidë dhe të fillojmë me intensitet të lartë në qeverisje sipas programit qeverisës që sa më parë në muajin që nis nesër do ta prezantojmë para kabinetit, opinionit publik dhe kuvendit të Republikës. Faleminderit shumë.